Edukimi nuk do të thotë një prind tjetë i shkolluar mirë edhe tjetë një prind i cili do ketë aftësinë të edukoj si duhet fëmin. Kjo është një mit. Mund të jetë një individ edhe i pashkollum, po ta edukoj në mënyrë shumë të mirë fëmin, duke i japë mbështetje emocionale, duke qenë vetë shembull i një individit të edukum, një individit i cili ka sjellje të mira në familje, që do thotë kjo nuk ka shumë të bëj me statusin ekonomik, po edhe me arsimimin. Prandaj, ajo çfarë përkundrazi tek rastet të cilat kanë një status të mirë ekonomik, nga njëherë këto janë rastet më problematike, si pasojë e plotësimit të gjitha tekave të fëmijëve, edhe kjo pa pas asnjë kufizim, kjo do i çojë ata fëmijës, ata edhe individ nesër, në probleme me çrregullime të ndryshme sociale, duke pas parasysh si nëse në brenda shtëpisë tënde plotësohen tekat, në shoqëri nuk mund të funksionosh ashtu, duhet të ketë një farë lloj kompromisi gjithmonë, prandaj ky është problem jashtëzakonisht i madh. Tjetër, ajo çfarë ndikon shumë, mungesa e kohës së kaluar me fëmijët. E kuptojmë jetën dinamike, e kuptojmë angazhimet e prindve, por nuk ka nevojë të ketë kohë një pjesë të madhe të kohës në dispozicion që të mirët me fëmin, mjafton ajo të jetë kualitative, mjafton të jetë i kujdesshëm për ndjenjat e fëmis, mjafton kur kthehet nga puna të komunikoj si duhet me fëmin, edhe të ketë atë komunikimin ku fëmiu të ndjehet i lirshëm, të diskutoj ose të komunikoj me prindin për të gjitha problemet